Mirë se keni ardhur në podcastin Trade Albania. Sot do jem I vetmi që do analizoj tregjet, do flasim për anën fundamentale të tregut, do mbulojmë këtu segmentin e parë që është për tregjet e aksioneve dhe aksionet globale. Pastaj do mbulojmë segmentin tjetër që do jetë për kripto, një tjetër që do jetë për madhat dhe forexin. Dhe në fund fare do bëjmë analiza teknikale të tregjet kryesore. Do mundohem ta mbyll sa më shpejt podcastin këtë javë, me që nuk do kemi diskutime me disa nga pjesëtarët e tjerë të podcastit, dhe du që t'ju bëj një përmbledhje të përgjithshme të tregut tani për tregjet globale dhe situatat e ndryshme. Ky artikull mbulon le të themi situatën e tregjeve këtë javë. Duhet ta bëj një përmbledhje për ju që thotë që akoma kanë shpresë tregtarët që të kenë të ulje të rromave të interesit. Patëm disa lajme ekonomike që dolën, patëm lajmet e punësimit, të papunësisë që dolën pak më të larta, pastaj pam që më shumë punë janë krijuar, dhe kjo ka krijuar një farë çrregullimi në treg, por në përgjithësi optimizmi vazhdon të jetë aty që do ketë ulje të normave të interesit. Lajmi kryesor i kësaj jave aktualisht ka qenë Nvidia, që pati një ndikim pozitiv. Unë kam thënë gjithmonë që data 19 nëntor plus minus 1-2 ditë do jetë vendimtare për tregun, dhe mendoj që kjo javë ka qenë vendimtare për këtë arsye. Një gjë që do të mbuloja këtu është që jemi në disa zona shumë të rrezikshme për tregjet financiare. Janë thyrë strukturat të aksionet, janë thyrë strukturat të kripto me patjetër, janë thyrë, sepse shikoni vetë që u thy 100 që u thy 90 që jemi tani në zona më të ulta, dhe jemi afër një rënje më të thellë, ndoshta edhe 3-4% në tregjet globale të aksioneve. Këtë do ta mbuloj të ana teknikale, por për momentin do të thuaj që dollari, një impakt tjetër ka qenë këtu që dollari është zbutur pak, por në përgjithësi vazhdon rritjen. Kemi parë një situatë që guvernatori i Bankës Qendrore të New Yorkut ka dhënë ca komente që janë pozitive për uljen e normave të interesit. Kemi parë që indekset kryesore kanë rënë, kuptohet, bondet vazhdojnë të jenë të një zonë pak të lartë, të 4%, por janë gati për të marrë një anim, edhe mendoj që këtë javë mund të jetë java finale që merret animi i tregut. A do shkojmë pak më thellë? Po shikoj shumë tregtar që unë njoh dhe kam diskutime dhe bëj diskutime me ato për tregjet financiare gjatë javës, që kanë dalë nga tregjet financiare totalisht ose kanë hyrë short. Do të thotë që shumë tregtarë dhe personat do digjen ana ime dhe vendimet e mia ka qenë që gjithmonë të jem në cash. Kjo është një zonë neutrale për mua, me një anim pak më shumë për short, sidomos në kripto ka qenë një anim më shumë për short. Kemi parë kjo është diskutuar. Tjetër që dohet mbuloja ishte për lajmet ekonomike këtu, që kanë dalë disa gjëra. Do flasim edhe për Nvidia pak më shumë. Ja ku e keni papunësinë që është rritur. Kjo është një shenjë negative që mund të rrisë probabilitetet për uljen e normave të interesit. Punësimi që është kjo non-farm payroll që është rritur, dolen le të themi pak më pozitive, janë krijuar më shumë punë. Kemi parë dhe FOMC minutes, këto nuk patën shumë impakt sepse vendimi është më rëndësishëm se sa minutat, por në njëjtin datë kemi parë Nvidia në përgjithësi dolën pozitive, prandaj patëm një rritje këtu. Theu strukturën, por për mendimin tim kjo është një zonë më shumë se sa një vizë, dhe ka testuar këtë zonën që unë mendoj është një zonë rezistence, dhe pastaj është shitur prap Nvidia. Raportimi doli pozitiv, por nuk besoj që e mban dot tregun vetëm Nvidia, duhet dhe tregjet duhen dhe aksionet të tjera që të ecin.
Për kripto, që të mbulojmë pak kripto, nuk pash ndonjë lajm shumë të rëndësishëm. Dollari ka qenë në një situatë pak delikate, që unë kam thënë që mund vazhdoj deri te 101-102 diksi, indeksi I dollarit, dhe pastaj mendoj që dhe të tjerat është shumë rëndësishme që të mbulojmë, si VIX-i dhe S&P 500. Mendoj që kjo mund të tërheqi kripton dhe tregjet e tjera pak më thellë, duke rënë pak më thellë se sa është tani momentalisht. Po mendoj ta lejmë kaq që themi analizën fundamentale. Ka lajme të ndryshme ekonomike, impakti ka qenë kryesisht te Nvidia dhe te lajmet non-farm payroll dhe te papunësia që dolën. Nuk ka asnjë lloj lajmi të rëndësishëm për kripton, nuk ka ndonjë lajm të rëndësishëm për flasim këtu nga ana e Forexit ose mallrave kryesore, dhe po mendoj më shumë të analizë teknikale tani. Ne të fillojmë me analizën teknikale të aksioneve. Fillojmë këtu me S&P 500, Nasdaq, Russell 2000 dhe pastaj do mbulojmë dhe VIX. Ok, këtu ke analizën time të S&P 500, pati një retestim të zonës të mezit tu, të kjo kanali I vlerësimit që unë kam për Trend Hunters, komunitetin tim, dhe kemi parë një support të rëndësishëm të kjo zona, u hap mirë të premten, dhe pastaj gjeti rezistencë të ana tjetër dhe shkoi për poshtë. Te kjo zona këtu, a do gjejë supportin final dhe do vazhdojmë për lart, por unë personalisht mendoj që do bëjmë një retestim, ose ka bërë këtë retestimin këtu dhe kemi potencial më të madh për një short, dhe kam thënë gjithmonë që dishte një short diku te zona 6300, edhe pse kjo ka qenë një retracement, një ulje e pranueshme në treg. Mendoj që mund të shkojë deri te 7%-shi dhe këtu mund të rindërtohet struktura e tregut për një long serioz dhe të mirë deri te 7%-ja. Edhe do të shikojmë gjithmonë çfarë RRI ofron kjo lëvizje këtu për tregtarët. Kjo lëvizje deri këtu mu ofron 1.5, kjo tjetra këtu është pak më ulët, 1.3, por e favorshme. Që të dyja këto lëvizje janë të mira. Në këtë rast se këtu nuk ka pasur ndonjë RR dhe duhet vazhdonte tregu për të krijuar all time highs në një ambient që e shikoni vetë te RSI-ja këtu poshtë ka pas bearish divergence, duke treguar juve që fuqia relative e këtij aseti është në rënje dhe ishte gati për të bërë një rënje më thellë, dhe ajo ka ndodhur dhe po ndodh momentalisht. Për mu, probabilitetet anojnë akoma të rënje dhe anojnë më shumë të kjo lëvizje, dhe pse mund shkojmë lart, mendoj që mund të gjejë rezistencë dhe të bëj strukturat për një rënje më thellë. Te javori duket që ka gjetë një support momental, një zonë e mirë, zona 6300 duket pak më e favorshme dhe duket pak me probabilitet më të lartë, por dhe këtu është okay për një lëvizje deri te 7000. Ju tregova RR-t që besoj shumica nga tregtarëve do të shikojnë të favorshme këtu. Nasdaqu, një situatë me një ulje deri te kjo zona e 20 te 20 javor mesatar. Kemi dhe këtu pak rezistencë në thyrje tani dhe mund të shkojmë deri te 23390, 23400, pak më poshtë, pak më lart. Mendoj që edhe gjikshme do ishte një thyrje të kësaj vizës të trendit, që kam vizatuar unë këtu. Në thyrje të kësaj vizës trendit, sepse nuk besoj që po gjen supportin e duhur, RR-t kuptohet që kjo mund të shkojë deri te 10%, sepse është më e ndjeshme nga sektori teknologjik, që është Nvidia dhe ato që janë më të rrezikshëm. Kjo zona do ishte perfekte për një lëvizje deri te 26600, 500, 1.3 ca, ose kjo lëvizje këtu prap mund të ofrojë ndonjë RR diku te 1.2
që besoj që është i favorshëm për tregtarët që ta blejnë tek kjo zona. Por deri tani në këtë thyrje që unë shikoj këtu, animi po vazhdon për poshtë derisa mangët e vizën e trendit në rënje. Kështu që edhe po testoj, reziston, vazhdon për poshtë derisa ta thy. Shumë e rëndësishme kjo vizë, unë mendoj që do vazhdoj për poshtë dhe po bëri këtë një lëvizje këtu do ishte më e mirë dhe pastaj diçka e tillë. Kjo do ishte perfekte. Për ju që jeni tregtar më afat shkurtë, mund merrni tregtime për poshtë këtu. Këtë gjë do bëjmë ne te grupi i ri i Trend Hunters, që është për tregtimin e Forexit dhe aktualisht është për asetet të ndryshme si indekset kryesore, Forexi dhe për kriptot. I mbulojmë të gjitha, pa kemi quajtur grup Forexi sepse është më e kuptueshme dhe më e lehtë për të kuptuar nga fillestarët. Kemi dhe Russell 2000, që është në këtë situatë tani që po bën le të themi një rritje. Patëm bearish divergence të ndryshëm këtu, po bën një rritje dhe mund të ulet prap. Këtu një short dhe ishte afat shkurtër, po jap këto lëvizje afat shkurtër sepse po i shikoj vetë për grupin e Forexit për t'i tregtuar afat shkurtër 1.5 potencial. Ristrukturimi i Russell 2000 ishte më mirë te kjo zona që ju thash, me një rezistencë këtu që të vazhdonte prapë për poshtë, ne jepte këtë mundësinë për 1.5 afat shkurtër dhe pastaj një lëvizje për swing trading që unë preferoj dhe jam profesionist në këtë mënyrë tregtimi, është lëvizja nga këtu deri te zona all time highs prap për 1.5. Kjo zona 1.5 është perfekte për swing, perfekte për të ripozicionuar veten në tregjet globale, vetëm po që gjen support aty të qëndrueshëm dhe konsolidohet dhe blihet dhe akumulohet nga institucionet. Një gjë që i kam thënë anëtarëve të Discordit dhe po i them juve këtu te podcasti javor është që nuk blej aksione dhe nuk pozicionohem agresivisht në mënyrë agresive në aksione pa shku volatiliteti te 28-a që ka shku ose te 29-a. Unë po mendoj që mund bëj edhe një lëvizje tjetër, po që shkojmë pak më thellë ose rritë volatiliteti, shkojmë pak më thellë te Nasdaq-u dhe te S&P, bëhet e zonat e 1.5 që ju kam treguar dhe bëhet perfekte për një swing. Do të thotë që VIX-i do rritet, do të shkoj deri te 29-30-a ose edhe më lart, bën atë të themi lëvizje finale dhe pastaj ristrukturohet tregu dhe shkon për poshtë VIX-i gjatë kohës që ne pozicionohemi te aksionet dhe ndërtojmë një portfolio të ri. Do kisha qejf që të ndërtoja përpara fundit të vitit, por mendoj që mund bëhet ndoshta vaje si dhe kur vjen ajo rezistenca dhe vala finale për poshtë, mund bëhet ndoshta nga fundi i këtij muajit, një mundësi është fundi i këtij muajit bounce, një mundësi tjetër është java parë ose java 2 e dhjetorit. Varet si lëvizin skenare dhe ku formohet çmimi. Tani dohet të bëja analizën e nuk kam ndonjë ide për të diskutuar këtu. Idet i ndaj te Discordi, prandaj ju ftoj që të hyni te Discordi. I çmim shumë i arsyeshëm, 15 pound në muaj është shumë i lirë për vlerën që merrni aty, analizat ditore që bëj, analizat makro dhe idet që ndaj me ju çdo ditë. Ligun e keni më poshtë, por tani do të muloja Forexin, do mulojmë dollarin, pastaj do mulojmë marrëdhët kryesorë si metalet dhe të tjerat. Dixi vazhdon këtë rritjen për lart dhe kam thënë disa herë që derisa mangët e vizën e trendit për lart, ne do jemi short në treg dhe është për të parë si do në lëvizje të këto zonë tani. Do lëvizje të këtë zonë 101.5 a do filloj tani të gjej pak rezistencë kjo zona e 100
që ka qenë rezistencë historike, ka kapur një herë këtu në gusht, dhe tani prap po thukte atëherë bëhet ndryshe struktura dhe do pak më shumë kohë që të vi prap poshtë, mund ta vi 18 dhjetori, që u thash që fillon nga mezi java 2 e dhjetorit një val, një mundësi, ose vala 2 fillon në fund të këtij muajit, duke rënë tregu tani dhe strukturohet fundi i këtij muajit, fillimi muaj tjetër. Këto janë dy mundësitë. Lidhet çdo gjë me dollarin për momentin, për mendimin tim, dhe me VIX-in dhe me këto kombinimet e tjera që unë kam thënë. A do bëhet më mirë çmimi për 1.5 apo do tregtohet tu 1.3 dhe a do vi dollari tani në rënje apo do thykte këtë zonën e 100. Këto janë ca gjëra që do të shikojmë me kujdes. Gjatë javës tjetër do vendoset tregu, do thyet kjo apo do shkoj për poshtë dhe do marrim ca vendime. Prandaj ju ftoj që të bëni pjesë e grupit Trend Hunters në Discord. Do mësoni shumë gjëra aty, jo vetëm të shikoni analizat e mia, por shumë gjëra do mësoni edhe nga anëtarët e tjerë. Kjo është situata e Dixit. Fillojmë tani me Floririn, me Gold, Florir. Shtrëngim perfekt. Unë kam bërë ca shënime këtu, por ideja ime është që duke qenë që ka pasur këtë shtrëngim, kemi dy zona të mira për të tregtuar. Është 50-50, panon pak më shumë të shorti, sepse mujori dhe javori janë shumë të blerë dhe mund vi prap të 3.9, 4.000. 3.9 është më mirë se 4.000 ca është tani, po 3.9, ose të shkojmë pak më lartë, ndoshta deri këtu te 4.100. Por unë personalisht po shikoj jam me 50-50, po shikoj këto afat shkurtër që mund t'i tregtojmë te grupi i ri që po ndërtohet, që është për intraday trading, dhe kumulojmë këtu dhe metalet, kuptohet, Forex-in dhe indekset kryesore. Që kjo është dhe një atraktimi që ne do bëjmë këtë javë. Tjetër, do të muloj pak naftën që vazhdon konsolidimin. Support këtu të rëndësishëm, shikojmë se si do mbaj ky supporti. Kam mund të vizitojmë një vizë trendi te kjo zona. Parafërsisht, që ka të rezistuar disa herë, dhe do të shikojmë tani që a do mbaj këtu dhe të shtrëngohet çmimi dhe pastaj të vazhdojmë për lart, ose do vazhdojmë për një thyrje më thellë. Unë mendoj që mund të mbaj dhe të filloj strukturimin në kjo zona këtu. Shikojmë. Nuk është që tregtoj naftën shpesh, po kjo zona më duket si një bottom. Zona e 55-ës, 57 duket si një farë supporti, dhe pastaj po thyu 59-60, mendojmë që shkojmë për long. Gazi natyral vazhdon që të jetë i mirë. Kam thënë që në fillim të gushtit, fund të gushtit, fillim shtator, që do filloj sezonaliteti i gazit natyral dhe do vazhdoj për lart, dhe atë gjë ka bërë rritje të mira sezonale për përdorimin, normalisht. Vazhdon të rritje mund të jetë gati 2 fish që është rritur gazi natyral, që tek e zona që kemi përmendur disa herë, 50% është rritje shumë e mirë. Indekset e tjera nuk po i muloj, do mulojmë tani kripton. Fillojmë pak me Bitcoinin, pastaj do bëjmë analizën e Ethereumit. Bitcoini thyu strukturën e këtij kanalit, si e vizaton kanalin, por e thyu strukturën dhe është temi një zonë tani shumë të shitur, dhe mendoj që mund vi në një rritje. Të paktën do shikoj një rritje, të heqim këtë vizitime, sepse nuk pati supportin e duhur të 85 dhe shkoj pak më thellë. Do të thojë që mund të bëjmë, themi, një lëvizje
të tillë dhe pastaj të strukturohemi për këtë, ose pak më thellë edhe kështu, për këtë lëvizje që unë kam dashur gjithmonë, që është të swingu në 85-a, 90-a. Kjo zona këtu. Më afroi një mundësi me 1.5 dhe kjo. Ishte perfekte. Tani vetëm gjë që unë mund të them si tregtar është se ku do gjej supportin Bitcoin dhe atë gjë po shikoj, nuk është që ka gjetur një serioz akoma. Këtu mund të jetë e parë, shenja e parë e një supporti përpara një lëvizje deri te kjo zona e 91 deri te 97-a. Por pastaj mund të kemi një ulje. Kemi Ethereumin që për mendimin tim mund të bëjnë dhe një lëvizje shkundse për poshtë deri te 2.4 mijë dhe pastaj të filloj konsolidimin për lart. Duhet kemi kujdes, tregu po përgatitet për mendimin tim për një lëvizje deri këtu, pastaj mund ta bëj tillë dhe të strukturohet në këtë mënyrë. Është për të parë si do rezistoj të këto zonat, 1, 2, dhe pastaj si do gjej support këtu. Këto janë zona që unë po i përcaktoj dhe po ju them juve. Prap, rëroja është perfekte për një long të këtë zonat tu, që na jep në një mundësi për 1.3 të paktën, 1.4 dhe pastaj ndoshta edhe 1.8. Prandaj unë më pëlqen të tregtoj Ethereumin sepse ka formuar këtë vit tregtimet në një mënyrë pak më të favorshme. Për kripto të tjera nuk kam ndonjë ide këtë javë, besoj javës tjetër dhe gjatë javës mund të gjej ndonjë ide, do t'i ndaj te Telegrami falas ndonjë ide kur shikoj ndonjë mundësi. Gjithashtu do t'i ndaj idet çdo ditë, filtrime që unë bëj dhe skanimet, por dhe analizat ditore te Discordi Novice Hunters, që është vetëm 15 pound në muaj, linkun e keni më poshtë. Për ju që doni të bëni tregtar më serioz, të tregtoni me swing trading, kemi dhe trajnimet që të hyni te Apprentice Hunters, ku shikoni çdo lëvizje që bëj una me transparencë totale dhe keni mundësi që të kopjoni lëvizjet e mia, gjithashtu të bëni pjesë në një grupi me anëtar të tjerë që tregtojnë në njëjtin mënyrë dhe janë fit improvers në mënyrë të vazhdueshme në treg. Ndoshta jo çdo muaj, por në fund të vitit jemi të gjithë fit improvers. Ka ishte video për sot. Ju ftoj të ta ndiqni në media sociale të ndryshme dhe ta bëni subscribe në YouTube. Shihemi javës tjetër.